Një moment i rrallë, i ngarkuar me ndjenjë dhe humanitet. Tronditi publiku mbrëmjen e djeshme në emisionin Kosovë Show me Shpëtim Deskum. Në mesin e dritave të studios, përballë një audience që priste spektakël dhe rrëfime të forta, ndodhi diçka krejt e papritur. Një çast që shndërroi atmosferën televizive në një përqafim të heshtur zemrash. I ftuar në studio ishte këngëtari Jozi, një nga ish-banorët më të komentuar të Big Brother VEPA Albania. Biseda, siç ndodh shpesh në intervista të tilla, nisi me humor e kujtime, por shpejt mori drejtimin e temës që kishte lënë gjurmë tek publiku. Incidenti i bujshëm me gjestin brenda shtëpisë së famshme. Moderatori, me ton të qetë por të drejtë për drejtë, i drejtoi pyetjen që shumë kush priste. Ai e penduar që e qëllove gjestin në BBV. Në atë moment, tensioni në sallë u ndje lehtë, si një frymë e padukshme që përshkonte ajrin. Por përpara se të përgjigjej, Jozi heshti. Ai uli syt për një çast, pastaj ngriti kokën ngadalë dhe kërkoi fjalën. Zëri i tij, i butë dhe i dridhur, mbajti një ngarkesë që s'kishte më të bënte me debatet televizive, por me diçka më të thellë, me njerëzin. Para se të flasim për këtë temë, tha ai, dua t'i shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta gjestit për vëllain e tij. Më ka prekur shumë kjo humbje. E kam ndjerë sikur të ishte vëllai im. Le të mbajmë një minutë heshtje për të. Fjalët e tij ranë si një valë qetësie mbi sallë. Mikrofonët heshtën, dritat sikur u zbutën dhe publiku u ngrit në këmbë. Edhe moderatori, i prekur dukshëm, uli kokën në respekt. Në atë minutë të vetme që dukej sikur zgjati një përjetësi, u shua çdo dallim, çdo polemik, çdo kujtim i së kaluarës, dhe mbeti vetëm ndjenja njerëzore e bashkimit në dhimbje. Kamera fokusoi fytyrën e Jozit. Syti ishin mbushur me lot, ndërsa buzët i dridheshin lehtë. Ai nuk foli më. Nuk kishte nevojë. Heshtja e tij foli më shumë se çdo fjalë që mund të thoshte. Pas momentit të heshtjes, salla shpërtheu në duartrokitje të ngadalta, të buta, sikur secili donte të falenderonte artistin për ndjeshmërinë e tij. Në rrjetet sociale, pamjet e këtij momenti u shpërndan me shpejtësi, duke u shndërruar në një simbol të reflektimit dhe pjekurisë shpirtërore. Të ndalosh një intervistë për të nderuar dik në dhimbje tregon shpirtin e vërtet njerëzor. Shkroi një komentues në Instagram. Një tjetër shtoi, kjo është fytyra e artit kur bashkohet me zemrën. Ky gjest i thjesht, por i madh në domethënie, tregoi se përtej dritave të studios dhe polemikave televizive, ende ekziston vend për ndjeshmëri, për respekt dhe për një fjalë që del nga shpirti. Dhe mbase pikërisht për këtë arsye, mbrëmja e djeshme do të mbetet në kujtesën e publikut jo si një intervistë e zakonshme, por si një mësim i heshtur mbi mirësinë njerëzore. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.